Në fakt, vendimi i sotëm ndihet pak zhgënjyes për masat që pati kjo aferë edhe për gjithë dokumentimin që i është bërë edhe për provat që janë mbledhur në rastin e 3 inceneratorëve, të cilët, siç e tha edhe avokati pak më përpara, faktikisht të çon në përfundimin që kjo është një aferë që shkon në çdo hallk të shtetit dhe gati merr ato për masat e afere apo një vepre të strukturuar kriminale të një grupi të caktuar. Dhe nga kjo anë dhe nga ky aspekt është pak zhgënjyes. Nga ana tjetër, standardi i ligjit është që dënohet personat për cilat ka prova materiale që i kanë qenë direkt të përfshirë. Dhe fatkeqësisht, të paktën me ato prova me cilat ne njihemi deri më sot, Lefter Koka është ai i cili është ndoshta më i prekuri, sepse ishte autoriteti Ministria e Mjedisit, është autoriteti kontraktor, dhe vepra penale më e mirë dokumentuar deri tani është pikërisht manipulimi që i është bërë procesit të prokurimit. Pra, që në momentin